Hoxha, po him dal nga dal në 10 ditët e muajit Dhulhigje. Çka do të thonë ky muaj, hoxha? Bismillahirrahmanirrahim. Se takon pyetjes se po, vetëm se na kanë betën edhe shumë pak kohë për me hi në muajin Dhulhigje. Muaji Dhulhigje ka shumë kuptime, një prej këtyre kuptimeve është edhe muaji i haxhit, që lidhet me fjalën hijje, hajje yuhijju, është muaji i haxhit. Edhe pse Allahu Dhul Jalal në Kur'an i ka përcaktuar kohërat e ibadetit, në këtë rast edhe kohën e haxhit. Pra besimtarët me një farë mënyre, ato kur dojnë ta madhrojnë Allahun Dhul Jalal, ato e madhrojnë me kohë të caktuar dhe me ditë të caktuar. Sikurse për shembull që na ishte Ramazani më herët, Ramazani nuk mundesh ti të agjërosh kur ti të mtekët apo kur ti mendon, por kur vjen koha e ditës të fillimit të agjërimit të Ramazanit. E si fillohet me agjërim të Ramazanit, duke pas parasysh se besimtarët i kanë ditët me kalendarin e hijretit hënor, edhe Ramazani, por edhe gjitha muajt tjerë, të cilët Allahu Dhul Jalal i ka regjistruar dhe ato janë të përmendura në Kur'an, besimtari nëpërmjet këtyre muajve i din ditët, i din muajt, i din kohrat, se si ai ta madhron Allahun Dhul Jalal në mënyra të ndryshme. Qofshin ato agjërime, qofshin ato namaze, por qofshin edhe ato kurbane, qofshin ato edhe ibadete tjera, sikurse është edhe haxhi. Allahu Dhul Jalal në Kur'an ja u përmend njerëzve në përgjithësi dhe besimtarëve në veçantë, dhe ai thot inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha 4 hurum. Ta Allahu Dhul Jalal janë të regjistruar 12 muaj. Nga dita ku Allahu Dhul Jalal ka kriju tokën dhe qiellin, për këtyre 12 muajve Allahu Dhul Jalal thot minha 4 hurum. Nga këto 4 janë muaj të shenjtë. Pra, muaj Ramazanit është muaj i bekuar. Por, cilët janë muaj të shenjtë? Muaj të shenjtë kanë ardhur dietarët dhe kanë komentuar këtë fjalë të Allahut Dhul Jalal, sikur se përmendet në librat e tefsirit, sidomos libri Kathiri, ku Allahu Dhul Jalal me fjalën minha 4 hurum, nga këto 12 muaj, 4 janë të shenjtë, i ka përmendën muajt me radhë, sikur se është Dhulqa'da, Dhulhijja, Shevali, Dhulqa'da, Dhulhijja, Muharremi, edhe muaji i 6 është muaji i Rajab. Pra, muaji Rajab është muaji i midist, muaji i 7, pastaj vijnë muajt me radhë Dhulqa'da, Dhulhijja edhe muaji Muharremit. Këto muaj janë të shenjta. Këto janë muaj të shenjtë, do të thënë 4 muaj të shenjtë: Dhulqa'da, Dhulhijja, Muharremi edhe Rajabi. Çka duhet më bën këto 4 muaj? Do të thonë ibadet, apo? Janë muaj të shenjtë ku Allahu Dhul Jalal i ka përmend, po padyshim se ibadet, e njëra prej këtyre muajve që u parashkruaj edhe pyetja është muaji Dhulhijja. E tash, çka është muaji Dhulhijja? Muaji Dhulhijja me numër është muaji i 12 i kalendarit islamik. Ky është sikur 10 orin kalendarin gregorian. Po. E tash, cilët janë muajt e kalendarit islamik? Po. Sa për informat po, për interesant. Po. Domethënë muaji i parë fillon me Muharrem, pastaj është Safar, pastaj është Rabiul Awwal, pastaj është Rabiul Thani, pastaj është Jumada al-Ula, pastaj është Jumada al-Thani, pastaj vjen Rajab, Shaban, Ramadan, Shawwal, Dhulqa'da dhe Dhulhijja. Këto janë 12 muaj të cilët Allahu Dhul Jalal i ka regjistruar pra në librin e madh Kur'anin, e për këtyre 12 muajve është edhe muaji i 12 i cili quhet muaji Dhulhijja. Pra, ky muaj Dhulhijja është para nesh, edhe ky muaj faktikisht Allahu Dhul Jalal e ka përmendur se është një prej muajve të shenjtë në islamin ton, në fenë tonë të dashur. Do në ka përmend Kur'an, apo? Po është i përmend faktikisht sikur numër të Allahu janë të regjistruar 12 muaj, për këtyre 12-ve 4 janë të shenjtë, e për këtyre 4-ve të shenjtë është edhe ky muaj që është para nesh, i cili quhet muaji i 12 Dhulhijja.